Jemi në prag të sezonit turistik, ku 40 ditë na ndajnë deri në çeljen e tij zyrtare. Ky sezon veror, sipas pritshmërive të qytetarëve, ka për të qenë pozitiv. Referuar edhe shifrave, qytetarët thonë se do të ketë më tepër turistë që do të vinë në Vlorë për të kaluar pushimet. Në këtë drejtim, ata tregojnë se ndikon reklama që i është bërë qytetit në shumë vende të botës për mirësimin e shërbimit dhe njëkohësisht realizimi i tepër investimeve publike. Po ne dhe fuqinë e Zotit themi se do jetë mirë. Me fuqinë e Zotit themi se do jetë mirë dhe të kalojmë dhe mirë. Mendon se do të ketë më shumë turistë se një vit më parë? Tani atje nuk dihet ajo punë, po sipas llafeve që thonë. Shumë herë më i mirë nga i vjetshme. Pse? Tani më argumenton mendimin. Të argumentoj sepse ne jemi gjithmonë progres. Gjithmonë e shtuar. Çfarë është ky progres? Rregullja e natyrës, marrëdhënia midis njerëzve që ne kemi shumë theksuar, dashuria për gjën e bukur. Gara është bërë se çfarë bëjmë. Ke parë turistë të cilët vinë tani që flasin? Kam parë plot. Ke takuar nga afër? E kam takuar se ulëria atje në Buzëti. Po? Edhe më shumë gjojmë italisht se sa shqip. Ndërkohë, emigrantët do të vinë, mendon se? Sigurisht do të vinë. Edhe emigrantët, po se normal se do të tyre. Do të vinë. Shumë sezoni i mirë, shumë i bukur, shumë. Do ketë turistë. Si ma bën bilancin në mendjen tënde, do të ketë më shumë turistë se një vit më parë? Po, më shumë do të ketë. Po pse? Çfarë ndikon? Po tani ndikojnë të gjithat mirë. Ka. Ke parë momentalisht turistë që të vinë në Shqipëri ose në Vlorë? Po, kam parë. Ke takuar besoj edhe në afër. Pavarësisht se jemi në pranverë, në Vlorë kanë ardhur dhe turistët e parë, megjithse janë të pakët në numër, por nuk mungojnë as emigrantët, të cilët rikthehen pas shumë vitesh në Vlorë për të qëndruar dhe për të kaluar disa ditë të bukura pushimi. 2 prej tyre, të mbërritur nga Italia dhe Amerika, i takojmë këtë të shtunë me diell në lungomare. Ata tregojnë se qyteti ka ndryshuar shumë në raport me realitetin e shumë viteve më parë, ku ata janë larguar, duke parë që edhe shumë emigrantë të tjerë në vendet ku ata jetojnë kanë kërkuar të vinë në Shqipëri apo kanë prenotuar. Ata thonë se edhe në parashikimin e tyre, ky sezon veror do të jetë tepër pozitiv. Sezon veror që do të vi. Po ne jemi për vete të ardhur këto ditë se Jemi turist për vete. Nga keni ardhur? Kjo në Amerika, unë në Italia. Pse? Pse keni ardhur për gjatë kësaj periudhe? Po vim se është më qetë tash. Po vish sërish sezon veror? Ma ka qejf. Ke shtëpi, ke banesë të Vlorë? Po, kam këtu në Vlorë. Prej sa vitesh jeton me emigrim? Që në 91-shin. 91-shin. Pra, ti gjithë sistemin e demokracisë e ke kaluar jashtë, thoj se. I informuar për vendin, po se s'na lënë ajo, vend të dim. Si e sheh vendin? Ka ndryshuar? Ka ndryshuar shumë. Si e la shumë, si e vjeta, ka ndryshuar jashtë masë. Ka diçka që duhet përmirësohet në pak krahasimin? Që e mira s'ka fund kur, çfarë them unë, ti je gazetar vetë, e mira s'ka fund kur, po që deri për mua ka ndryshuar si nata me ditën. Po duke parë në raport të turizmit të sezon në logjikën tënde, do të ketë më shumë turistë se një vit më parë, pak në çfarë ke perceptuar? Mendoj se po. Ka shumë emigrantë të cilët kërkojnë apo të kanë thënë që do vinë? Edhe me të dëgjua, për shembull mua mjeku im i syve më tha dua të vi. Ta vizitoj Shqipërinë. Dua të vi dhe edhe e dinte dua të shikoj lungomare, më thonë. Edhe e dinte me saksi. Se unë jam kthyer mbas 10 vjetëve në Amerikë. 10 vjet pa ardhur fare? Pa ardhur fare, si kisha lënë këtë vend shukurere, më pëlqeu shumë. Tani ka punë andaj mbrapa, andaj në lagjet e tjera, po si s'kuptoj. Po pastërtia mendoj duhet të jetë numër 1. Pastërtia. Ma përshkruaj pak Shqipërinë, si e le, si e gjeta? Po, se këto ishin vetëm kështu ndërtesa, s'kishte vare, a Faruk? Ku kam ikur unë, si ishin filluar? Jo, si që Para 10 vjetë, kam ikë 2015. Ishte Po, komanda. tash më ka bërë shumë. Ka punë, se turistët këto gjëra nuk i duan, gurët edhe kume kështu. Ka ende punë për punë. Po, deti në Amerikë duhet të blijan me miliona lekë që desh për pushime, edhe këtë ta dim neve. Nësa ne kemi të pragu derës. Ne kemi të dera. Ka punë shumë, po themi se. Ndërkohë në mendimin tënd, sa ke parë ti, do ketë turistë ky sezon veror? Po, mendoj se po. Andeja shqiptarë vinë në Amerikë vinë. Kurse vëndasit shëmbrenin për vendet e tjera.
Ka shqiptar miq të tu që kanë thënë që do shkoj? Po, që tani i takova, Po, thonë të huaj. po, vinë, se dhe më lirë qëndron edhe në vendin tënd gjua jote o buri dhe është gjua jote, është gjaku, është Ishte marrë malli për atë dheu? Shumë, shumë. Një mesazh Se thirrje mosha çfarë ime e kërkon shumë në lindje, s'po flet për të rinë, se të rinjtë edhe masës qajnë kokë të vinë. një mesazh thirrje çfarë do u thuash të gjithëve atyre që janë emigrim? Të gjithë të vinë në vendin e tyre, në gjakun e tyre, të zhvillohet vendi i tyre, se me turizëm zhvillohet vendi.